Që nga rritja e marrëveshjes midis qeverisë së Kosovës dhe Malit të Zi për shënimin e kufirit ndërshtetëror, partitë politike kosovare nuk kanë arritur të gjejnë kompromis për të vendosur përfundimisht nëse do të ratifikohet demarkacioni apo kjo marrëveshje të kthehet në pikën zero. Ka thirrje të shumta të përfaqësuesve ndërkombëtar që të kryhet sa më shpejt çështja e shënimit të vijës kufitare me Malin e Zi, nga se pa ratifikimin e saj qytetarët e Kosovës nuk mund të kenë liberalizim të vizave. Koalicioni qeverisës ka tentuar disa herë që të ratifikojë këtë marrëveshje në kuvend, por nuk ka gjetur përkrahje nga opozita dhe një pjesë e deputetëve të koalicionit qeverisës. Por kryetari i kuvendit, njëherësh kryetari i PDK-s, Kadri Veseli, tha sot se nëse qeveria dhe kuvendi nuk marrin vendime të mëdha, siç është ratifikimi i demarkacionit, atëherë i humb kuptimi i koalicionit PDK-LDK. Vetë ekzistenca e këtij koalicioni varet nga vendimarrja, duhet të ketë një vendimarrje në interesat qytetarëve, nuk duhet të ketë bllokim të proceseve në vendin tonë. Njerëz ka nevojë që të shohin zhvillime pozitive në aspektin e transformimeve ekonomike, po edhe vendimeve politike. Kena parasysh Kosova nuk guxon të stagnojë, por duhet të ecë përpara. Ne presim procedim disa çështje të cilat janë me rëndësi të jashtëzakonshme për Republikën e Kosovës. Jemi në fazë ndërtimi shumë duhur. Duhet të ecën përpara qytetarët edhe vetë qëllimi i këtij koalicioni është për të marrë vendime në interesin e tyre. Dhe kuptimësia e këtij koalicioni edhe politike është vetëm kur kryen punë në interesin e jetës qytetarëve, përmirësimin e jetës së tyre. Përndryshe i humbe edhe kuptimi i një vazhdimësie politike në kuptimin edhe të koalicionit. Në qeveri paralajmojnë se marrëveshja për demarkacionin me Malin e Zi mund të dërgohet në kuvend gjatë këtij muaji. Zoti Geca, kemi thirrje të ndërkombëtarëve që të kryhet demarkacioni sa më parë në mënyrë që qytetarët të kenë liberalizim të vizave. Po shiqoni, këto thirrje kanë ekzistuar që nga fillimi. Pra thirrje kanë pas nga gjithë miqtë ndërkombëtar. Po them gjithë, po ritheksoj, të gjitha shtetet mike na kanë bërë thirrje që këto ta kalojmë sa më shpejt. Edhe të gjitha shtetet mike deri tash nuk e kanë kontestuar fare çështjen e shënimit të vijës kufitare, pra është theksuar edhe dje, është theksuar edhe më herët, është theksuar edhe zyrtarisht nga departamenti i shtetit, pra shteti mamik i Republikës së Kosovës. Edhe kur po flasim për departamentin e shtetit, po flasim për një departament shumë serioz, të një superfuqie, i cili gjithashtu ka theksuar që në bazë gjitha informatave që i kanë ata, duke i përfshi, sepse është keq përdorur kjo deklarat, duke i përfshi thot edhe informatat nga Komisioni Shtetëror, pra kanë marrë edhe informata tjera, ata besojnë që vija kufitare është caktuar në mënyrë të drejtë. Fatkeqësisht që nga fillimi kjo është shndruar në një kauzë politike të vendvendosjes të opozitës, përgjithësi më falni, të opozitës në mënyrë që të përmbyset pushteti. Në fillim kanë hyrë në lojën e vetëvendosjes, pra me mjetet e dhunës. Është mirë që tash dy parti tjera opozitare kanë dalë nga ai sistemi i dhunës, pra kanë filluar të reagojnë në mënyrë institucionale me këtë iniciativën e fundit, pra është iniciativë institucionale, kjo është puna e opozitës. Unë nuk besoj, po jam i sigurt që nuk do të kalon, megjithatë është vijë institucionale. Në fillim të besoj të gjitha partitë opozitare kanë besu fuqishëm që me këto dy marrëveshje, asociacionin dhe demarkacionin, të mund të përmbyset qeveria. Edhe tash kanë mbet në lloç me dy komët, nuk dinë si të dalin nga ty. Është me rëndësi që kohët e fundit ne kemi pas sinjale pozitive nga lista serbe, të cilët përfaqësuesit të cilëve ka theksuar që ata janë gatshëm ta votojnë demarkacionin, dhe tash mbetet leadershipi i dy partive kryesore në koalicion që të punojnë me deputetët e tyre në mënyrë që të kemë votën e mjaftueshme, pra 80 vota që të kalojë kjo. Ju e patë që Lidhja Demokratike e Kosovës ka pas një tubimin e Këshillit Qendror, në të cilin ka pas vetëm disa abstenime, nuk ka pas votë kundër, çka unë e shoh si sinjal pozitiv gjithashtu edhe nga partia jonë, dhe të shpresojmë që këto liderët shumë shpejt do të mbledhen, do të merren vesh, sepse duhet të mbledhen liderët e dy partive kryesore, po gjithashtu edhe partitë tjera të cilat janë në koalicion, lista serbe dhe partitë komuniteteve tjera pakicë. Zoti Geca, dje kryeparlamentari tha që demarkacioni mund të dalë në kuvend gjatë muajit prill. Kur e parasheh qeveria që ta dërgoj
këtë marrëveshje në kuvend? Po këtë ka thënë edhe kryeministri Mustafa para 2 ditësh, që shpresojmë që të dalë këtë muaj, për shkak se ju e dini që po hyjmë në ciklet zgjedhore disa shtete shumë të rëndësishme në Bashkimin Evropian, dhe si të tillë pastaj do të jetë shumë problematike që edhe nëse kalojmë më vonë që vërtet kemi liberalizim të vizave. Pra është shumë më se domosdoshme që kjo të ndodhë këtë muaj, edhe unë po shpresoj që do të organizohen mirë të gjitha partitë në koalicion qeverisës dhe ta kalojmë këtë demarkacion për hir të qytetarëve të Republikës së Kosovës. Gjithashtu shpresoj, edhe pse nuk kam shumë shpresa, po shpresoj që edhe deputetët e opozitës do t'i thirrin mendjes dhe vërtet të shohin interesin e qytetarëve të Republikës së Kosovës e jo interesat parciale të partive politike. Zoti Krejcaj, është një sinjal që javën e ardhshme mund të jetë demarkacioni në kuvend të dërgohet nga qeveria, po qarkullojnë disa informacione që të premten e ardhshme mund të dërgohet? Unë nuk e kam një informat të tillë, për vërtet kjo varet nga leadershipi i koalicionit qeverisës, pra ata duhet të ulën të bisedojnë. Deri tash unë nuk kam një informat të tillë, po unë po shpresoj edhe besoj edhe dëshiroj që kjo të ndodhë sa më shpejt, për shkak të asaj që thash më herët. Pra ne po hyjmë në ciklet zgjedhore, disa shtete po hyjnë në ciklet zgjedhore në Bashkimin Evropian, dhe pastaj sa më vonë që të shkon kjo, problemet janë më të mëdha dhe mund ndoshta do të jemë të vonuar që të marrim liberalizimin e vizave. Sa i përket opozitës, kemi një qëndrim prapë të njëjtë pavarësisht thirrjeve të ndërkombëtarëve, të cilët thonë se nuk e votojnë marrëveshjen si të tillë. E shihni ju një thellim akoma më të madh të çështjes së demarkacionit, duke parë këtë qëndrim? Unë e thash edhe në një emision të juve në Klik, këtë çështje se vërtet tani opozita është kap për këtë çështje në mënyrë që të argëzojë qeverinë. Edhe jo vetëm opozita, unë kam vërejt edhe shumë analist, po edhe gazetarë thonë që nëse bjen demarkacioni duhet të bëjë qeveria. Nëse ata vërtet e besojnë këtë, atëherë ata këtë ka shndruar në kaos. Nuk i intereson më çështja e vendit, çështja se kjo është çështje nacionale me interes nacional, po ju intereson vetëm mbijetesa atyre politike. Edhe për shkak të kësaj, unë e shoh që kjo është arsyeja kyçe. Unë ju kam thënë edhe në emisionet në deklarimet e mia të mëhershme që çështja e demarkacionit nuk duhet të lidhet fare me rrëzimin e qeverisë, sepse çdo marrëveshje ndërkombëtare kërkon 2/3. Pra, nëse ne themi që demarkacioni, për shkak të demarkacionit duhet të bëjë qeveria, atëherë qeveria duhet të bëjë të ardhmen për çdo marrëveshje ndërkombëtare, sepse çdo marrëveshje ndërkombëtare kërkon 80 vota apo 2/3. Nëse ne herën tjetër do të ishim në opozit, herën e parë që vjen pozita në marrëveshje ndërkombëtare, ne do të kërkojmë rrëzimin e qeverisë sepse s'ka mund të kaluaj. Një precedent i tillë nuk duhet të krijohet, sepse atëherë nuk do të ketë kurrë stabilitet në këtë shtet. A i frikohet në fakt qeveria mungesës së numrave në kuvend, pasi e ka zvarritur dërmitar dërgimin e kësaj marrëveshje në kuvend? Dihet kundërshtime përveç opozitës edhe të disa deputetëve të pushtetit, sidomos të lidhjes demokratike. Po nuk po flasim këtu për frikë, po flasim për logjik. Pra do të ishte logjikshme që demarkacioni të shkojë në kuvend atëherë kur ne besojmë që i kemë votat. Pra nuk ka logjik që na të dërgojmë llotari çështën e demarkacionit në kohën kur besojmë që si kemë. Për shembull, derisa ka qenë lista serbe jashtë, nuk ka pasur fare logjike ta dërgojmë, se edhe po të ishim gjithë deputetët tonë, do t'i bëjmë 79 vota pa opozitën. Pra nuk po flasim këtu punë frike, po punë logjike. A janë unik deputetët e Partisë Lidhjes Demokratike, por themi edhe Partisë Demokratike, partnerën e koalicion? Unë besoj që ka disa deputet që deri tash kanë deklaruar qartë që nuk do ta votojnë demarkacionin, nuk është numri i madh i atyne, po shpresoj që vërtet do të sigurohen, sepse koalicioni i qeverisë ka dikon dhe rreth 87 vota, pra ka hapësirë që disa deputet edhe të jenë kundër edhe prapë të kaloj. Kështu është folë edhe në çështjen e votimit të presidentit, nëse ju kujtohet, vazhdimsi është folë që nuk do të kalojë presidenti, po megjithatë momentin e fundit ka kalu. Edhe unë shpresoj që deputetët do të thirrën mendjes, do të shohin që kjo është interes nacional dhe do të votojnë pra.
Shefi i grupit parlamentar të PDK-s Zenon Pajaziti thot se fajtor janë partitë opozitare për mos ratifikimin e demarkacionit me malin e Zi. Zoti Pajaziti, dje patëm thirrje të ndërkombëtarëve që të ratifikohet demarkacioni me malin e Zi, sa më parë që është e mundur në mënyrë që të bëhet liberalizimi i vizave, por kemi një qendrim të opozitës të cilët thonë se nuk e ndryshojmë mendjen pavarësisht thirrjeve, se kjo marrëveshje nuk është në rregull dhe duhet të kthehet prapa. Partia Demokratike bashkë me koalicionin vlerësoni se si e tillë do të jetësohet sa më parë. Po tash nëse na pyesni se cilat mesazhe i vlerësojmë, atë i vlerësojmë to mesazhet penguese që po përcillen gati më shumë se i vit. Apo mesazhet që vijnë nga miqtë tanë, nga institucionet të rëndësishme ndërkombëtare, atëherë ne nuk kemi pse të hezitojmë në zgjedhjen tonë. Dje, mesazhet e një miku të madh të Kosovës, një njeriu të rëndësishëm të Shtetit Bashkuar të Amerikës, zotit McCain, ishin të qarta. Po bëhet fjalë për angazhime, si thosh, të detyrime, obligime të institucioneve të Kosovës për cilat miqtë tanë po na porosisin që t'i kryejmë. Është koha e fundit që gjithë ne të mos u ikim përgjegjësive tona, pavarësisht se këto çështje kanë njerë dhe janë delikate. Çështjet e kufive tanë janë çështje që përcillen edhe me emocione për shkak një kalure të hidhur, porse po bëhet fjalë për një proces në të cilin ne duhet të kalojmë patjetër. Nuk bëhet fjalë për t'i dhënë dhurata me kufi dikuj, po bëhet fjalë për një proces i cili ka të bëjë me ndërtimin e shtetit ton, me zbatimin e obligimeve që i kemi në raport edhe me ata që na kanë mbështetur të shpallim pavarësinë, të bëjmë proceset tona, dhe mendoj që një prej çështjeve të rëndësishme është edhe nënshkrimi ose ratifikimi i marrëveshjes për shënimin e kufirit me malin e Zi. Është koha e fundit, po e përsëris që deputetët të kuvendit, qeveria, partitë politike, të gjithë bashkë t'i japin fund, t'i japin pikën. Aq më tepër kjo e ka rëndësinë e vet, meqense bëhet fjalë edhe për një kriter që ka të bëjë me liberalizimin e vizave, pra jemi në një proces në të cilin në vend se ne të hapim rrugë, jemi bërë pengesë për proceset për lirinë e lëvizjes e tjerë. Mendoj që çështja e demarkacionit është trajtuar keq, është prezantuar keq në opinion. Tashmë duhet ta dim që po bëhet fjalë për kufit me NATO. Mali i Zi së shpejti do të jetë pjesë e NATO-s dhe është fjala për një proces në cilën ne duhet të hyjmë, të zgjerohemi, që kufit tanë, kufit e NATO-s të jenë jo aty, po dikun tjetër, pra Kosova duhet të bëhet sa më shpejt pjesë e këtyre proceseve integruese dhe këshilla e miqve tanë ishte kjo, pra që duhet t'i kryejmë detyrimet tona. Por qeveria po arsitohet se po e zvarrit dërgimin e kuvend të marrëveshjes për shkak se nuk janë siguruar të gjithë numrat që i nevojitin 81 deputet apo vota. Jeni në konsultime me deputet ju si shef i grupit parlamentar që të jeni unik kur të vije kjo marrëveshje në kuvend për ta votuar dhe a keni folur me partnerin e ju në koalicion LDK-n që ta mbështesin ata këtë çështje? Unë mendoj që është detyrimi të gjithëve. Partia Demokratike e Kosovës ka dhënë qëndrimin e saj me kohë. Besoj që deputet të gjithë do t'jenë në krye të detyres dhe të përgjegjësive të tyre kur të vijë koha, pra kur të kjo agjend të jetë pjesë e kuvendit. Mendoj që para se të jetë kështu, qeveria, partitë politike duhet të gjithë që të mos vim në kuvend të përqarë, që të mos vim kuvend me një gjuhë si që ka qenë më parë, aq më tepër që të mos vim kuvend me pengim të dhunshëm të aktivitetit kuvendit. Pra, paraprakisht duhet të gjithë të trajtojnë këtë çështje si një çështje jetike për proceset e avancimit të vendit tonë, dhe mendoj që kështu do të ndodhë. Jam i sigurt që gjitha partitë politike, pozitë dhe opozitë, do të reflektojnë ndryshe. Më shumë se sa çështje e numrave,
Kjo çështje është një farë mënyre, është një përgjegjësi e leadershipit, e deputetëve, e të gjithëve që kanë rëndësinë e tyre, përgjegjësinë e tyre për vendimarrjen në Kosovë, për të kryer detyrat e tyre karshi qytetarëve dhe të ardhmës së vendit tonë. Po, a shihni ju të mundshme këtë marrëveshje që kthehet nga fillimi qysh po kërkon opozita, apo këmbgulja dhe pushteti që si e tillë të ratifikohet? Po nuk mendoj që ka tash shumë ne duhet edhe një herë po them, nuk ka edhe argumenta shtesë për cilat ne këtë proces duhet ta bëjmë të përsëritur. Mendoj që duhet t'i vëmë pikën, por edhe nëse kjo çështje nuk do të kaloj, ose nuk do të mund të kalonte, kjo duhet të ketë fundin e saj. Ne duhet t'i marrim përgjegjësitë tona edhe për dështimin, të gjithë. Edhe ata që po e pengojnë, edhe ata që nuk duhet ta votojnë, edhe të gjithë ata të cilët Kosovën nuk e shohin në linjë me proceset shtendërtuese, në linjë me proceset integruese në BE, në linjë me sugjerimet e partnerëve, institucioneve partnere. Por ndryshe mendojnë përfaqësuesit e 3 partive opozitare, thonë se koalicioni qeverisës po e bllokon ratifikimin e demarkacionit pasi që i mungojnë votat. Zoti Konjuksa, kem një paralajmërim të kryetarit Kadri Veseli që gjatë muajit prill të dërgohet marrëveshja për demarkacion në kuvend, pavarësisht thirrjeve të opozitës që kjo marrëveshje mos të dalë në rendite pasi do të kundërshtohet fuqishëm. Është kjo një sinjal që edhe pa opozitën pushteti po tenton ta ratifikojë këtë marrëveshje. Po tash kjo çështje e demarkacionit pak edhe është banalizuar për shkak se prej muajit janar për çdo muaj këta kanë thënë se do ta sillnin në Kuvend të Republikës Kosovës. Edhe për këtë temë janë bërë lajme vazhdimisht, domethënë në janar kanë thënë se po sillnin, në shkurt kanë thënë se po sillnin, në mars ishte një në fillim të marsit, pastaj në fund të marsit, tash është muaji prill. Tash po thonë se do ta sillnin prill. Unë nuk e di çfarë do të ndodhë në maj, nëse e njëjta do të ndodhë edhe në maj. Mirë, po mendoj që pak edhe ju gazetarët duhet ta sfidoni më shumë qeverinë kuptimin e këtyre taktikave që i përdoret për çdo muaj, se do ta sill demarkacionin, dhe demarkacioni nuk ka ardhur. Por ne kemi pyetur në fakt qeverinë më herët, të cilët thanë se po është pa përgjegjësi, është pa përgjegjësi për çdo muaj me lujt me opinionin publik në kësaj mënyre. Domethënë faktikisht është një farë lloj ata në vend që të merren me punët e tyre në programin qeveritar të tregojnë se vendet të punës i kanë hapur, ku janë premtimet e tyre, vazhdimisht e mojnë opinionin publik, a do të vijë në fillim të prillit, a do të vijë demarkacioni në fund të prillit. Edhe kjo e përbën lajmin kryesor të shoqërisë, edhe të popullit. Nuk është rregull kështu. Pra unë thjesht po zhvilloj një kritik me mënyrën se si qeveria plason ngjarje të paqena faktikisht. Këto janë ngjarje të paqena. Me këtë mi marrë gjatë marsit, apo jo dhe demarkacioni nuk jemi. Në fakt është shqetësim edhe ndërkombëtarëve që kjo çështje duhet kryhet, si është në zgjidhjen jo. Po është bërë keq. Është bërë keq. Është bërë gabimisht, dhe kjo që është bërë gabimisht i ka bind shumë deputet, edhe të koalicionit. Pra shumë prej deputetëve të koalicionit janë të bindur që demarkacioni është bërë keq. Dhe çka do thotë kjo? Kjo do thotë se qeveria nuk i ka pas numrat kur qeveria nuk ka pas numrat për demarkacionin deri tash. Po ti kishte pas, do ta kishte sjell. Në momentin që qeveria 81 apo 82 vota do të kishte për demarkacionin, do të kishte dhënë demarkacionin në seancë, sepse ai më miratuar me 2/3 të votave. Sa duhet pritur zoti Konjuksa që kjo çështje duhet të zgjidhet? A do t'i ofroni argumentet e që po kërkon pushteti nga opozita? Ata thonë se po e kundërshton opozita këtë marrëveshje, por në anën tjetër nuk ka fakte që e kundërshtojnë, që e vërtetojnë të kundërtën e asaj që ka vërtetuar Komisioni Shtetëror. Vetë fakti që demarkacioni, që neve të gjysmë është tim Kosovë, dhe për cilën qeveria nuk i ka numrat, kjo tregon çfarë demokracie kemi ne. Demokracia në Kosovë është jo ekzistente. Në çdo vend normal demokratik, ku qeveria e prezanton një projekt të tillë, edhe ai nuk ka mujt me kalu, ai projekt ose tërheqet, ose do rriqet qeveria. Dy janë këto. Ose demarkacioni do të mu tërheq, mrapa, me thënë që ne provuam këtë mënyrë, atëherë diçka nuk qenë kanë rregull. Ose qeveria ka gabu, Komisioni Shtetëror nuk e ka kryer punën me përgjegjësi,
sepse punës ti nuk po i besojnë, as deputetët e koalicionit, dhe atëherë qeveria tërheq prapa një projekt saj, i cili nuk ka lënë, ose nëse kjo bëhet atë çështje e madhe shoqërore, çu është bërë ne jep dorëheqje qeveria, sepse projekti i saj kryesor nuk ka kalu, ose qeveria nuk ka ditë me kry. Një punë që është shumë e rëndësishme për shtetin e Kosovës. Po te ne, që ne vetë gjysmë, demarkacioni është tema qendrore politike në vend, qeveria nuk e tërheq dhe na thot për çdo muaj, jo do të vinë janar, jo në shkurt, jo në mars, tash po flasim pret. Me siguri edhe në maj do të jetë temë një demarkacion. Apo i testojnë me këtë formë të politike si kjo është konfirmim i jo seriozitetit të qeverisë në një, edhe në dy që shteti i Kosovës është kapur edhe demokracia nuk ekziston e shkatërru plotësisht. Kjo është tallje me qytetarët e Kosovës. Kjo është tallje edhe me gazetarinë e Kosovës. Por në fakt sepse ju gjatë tërkohës po jetni duke bë lajme për demarkacionin, një temë e cila nuk ekziston, pra një temë e cila në të cilën qeveria ka dështuar. Tash ose do të tërhiqet demarkacioni, ose të dorëhiqet qeveria. Mos na lodhin kështu, do të vinë në fillim të prillit tani fund prillit. Por në fakt këta nuk i kanë numër. Janë lodhin në fakt edhe qytetarët e Konjufca. Me siguri që ka kjo bllokadë demarkacionit pasi lëvizja aty në lirë po pamundsohet nga kjo marrëveshje pasi është kusht tash në fakt është kjo që është kusht nga Bashkimi Evropian. Po deri tash. Dhe si e shohin ligjvendësit të zgjedhurit e popullit këtë zgjidhje të kësaj situate, pasi ata presin nga ajo po kishte qenë e përgjithshme qeveria e Kosovës. 2 javë det mas dështimit. Ta kishte tërheq këtë demarkacionin, deri tash për një vit do ta kishin bërë një demarkacion tjetër të mirë. Edhe kishte kalu demarkacionin kuvend deri tash. Edhe kishun pas liberalizim të vizave, apo se unë nuk mendoj që demarkacioni është thjesht njëri prej kushteve kryesore. Unë që korrupsioni është shumë e rëndësishëm, ose ndihmi i ligjit, demarkacioni është në kuadër të marrëdhënieve edhe me fqinjet, mirë po të ki shtetës, cilat kanë liberalizim të vizave, cilat nuk kanë demarkim të kufive, me njëra tjetër. Domethënë, nëse shohim se çfarë kushti është demarkacioni, sundimi i ligjit është shumë e rëndësishëm. Mirë po në rregull, ka hyrë si kusht, tash jemi aty ku jemi. Mirë po të kishte qenë e përgjithshme qeveria. Po ta kishte tërhequr mbrapa. Pse? Sepse edhe deputetët e koalicionit kanë dyshimet nëse është bërë mirë, atëherë do ta kishin bërë një tjetër, pa gabimet e këtij komisioni, dhe deri tash me siguri që në dhjetor apo të vitit apo nëntor të vitit kaluar do ta kishin bërë demarkacionin deri tash. A mund ta gjeni një kompromis? Tash nuk po i kanë numrat, edhe me kokëforci po i mbrojnë gabimin e tyre. Kjo po e vonon Kosovën. Kjo kokëforci e qeverisë që patjetër të kalojë një demarkacion me gabime, është fakti që po i mban peng qytetarët e Kosovës e liberalizimit. A jeni të gatshëm të uleni në një tërheqje ka ndodhur edhe më herët, por a jeni të gatshëm të bëni një kompromis në aspektin që ju e keni analizuar, ku mund të jenë të përfshira mendimet edhe të pushtetit edhe të opozitës, që kjo çështje të merr fund një herë mirë siç e thatë edhe ju? Demarkacioni është vullosi çështje e gabueshme. Se do zgjidhje e gabueshme. Ka kanë bërë zgjidhje të gabueshme, kanë bërë gabime cilat nuk mund të kesh kompromiset me ato. Nuk ka kompromis me territorin e vendit. Qëndrimi i aleancës është publik edhe nuk kemi asnjë luhatje në atë qëndrim. Ne mendojmë që urgjentisht duhet të ulemi me malin e zi dhe ta rinegociojmë. Mendoj që shkaktari kujdestar është pikërisht qeveria e Kosovës, e cila po i krijon domet një pasnjëshme, sigurisht është edhe demarkacioni. Dhe mendoj që kjo qeveri nuk mund të zgjidhë më këtë problem, kjo qeveri do të më shku. E sheni ju të mundshme rinegocimin, pasi po thuhet që tash Malizi është në NATO, është ka të bëjë tash me një vend ku të përfshihen edhe vende të tjera, është një procedurë e zgjatur kjo? Jo, është rast, ndoshta për shumë rasteve që është në ish Republika Jugoslave, që janë pjesë e NATO-s, dhe kanë temën e hapur demarkacionin. Merë në ju malin e zi me Kroaci, Sloveni, Kroaci, Serbi, dhe më thonë ka shumë raste, i kemi 7 raste vetëm në ish Jugoslavie, dhe kjo nuk e prolongon pse mali zi është NATO, për shkak se edhe mali zi është mik i Kosovës. Ne e shohim ata edhe partner strategjik në afat gjatë, ne s'kemi problem me malin e zi, për kundrazi. Problemi kryesor ose problemi kujdestar janë qeveritarët tanë të cilët në nënshkruan këtë marrëveshje që dëmtoi aq shumë territorialisht Kosovën. Mundet zoti Haradinaj që palët pushteti dhe opozita të ulen në një tërheqje ka ndodhur më herët, por që të gjendet një kompromis brenda institucioneve të Kosovës, pa shkuar tek Malizi?
Opozita gjithmonë ka qenë e gatshme të ulet e të bisedoj, nuk kanë qenë gatshëm këta zotrit, por ne prapë do të jemi të gatshëm, edhe ne jemi shumë bashkëpunues këtë drejtim i do zgjidhje, se ajo do të ketë një zgjidhje, një epilog, por jo në formatin çfarë këta pretendojnë. Sepse ky demarkacion për neve është i vdekur edhe nuk diskutojmë fare, ne kemi qëndrimin shumë publik. Por a duhet, do duhet edhe urgjentisht do duhet që të uleshin pakten të i bëjnë me dije Brukselit se kjo marrëveshje është e keqe, ky komision qeveritar duhet shkarku, duhet kriju një komision i ri dhe duhet filloj rinegocimi. Mali i zi edhe ashtu ka qenë i hapur gjithmonë edhe vazhdon të mbetet, ndërsa këta zotrit këtu nuk japin signalin e njëjtë. Zotë Haradinaj, nëse marrëveshja do të dalë prapë sipas dokumentacioneve e ngjashme, sikur kjo e komisionit shtetëror, do ta mbështesni, edhe pas rinegocimit flas me malin e zi, supozoj. Siç e para punës është tash kjo punë, domethënë është mërtyp gjatë. Është histori shumë e gjatë. Kufini është në Çakor edhe në Kull dhe aty do të mbetet. Do të pranoni një rezultat tjetër nëse do të dalë? Edhe një herë përsëriti. Me këta njerëz nuk kthehet kufini as në Kull as në Çakor, por këta njerëz duan me shku. Se në përgjithësi do të mbahen përgjithësi bukur gjatë. Ka opozita ju si aleancë, keni dokumentacione, fakte që e vërtetojnë të kundërt e asaj, janë paraqitur këto fakte në disa në komision, por janë quajtur të pamjaftueshme për t'i rrëzuar të gjeturat e komisionit shtetëror. Edhe po të pyet unë ty, pse u tërheqën me një shtator këta? Masi ne e pas kemi gabim. A e dini që ky koalicioni ka 85 vota? A e dini që nuk është e vërtetë që tashmë opozita është tu e bloku, po janë deputete shumicës të cilët nuk pajtohen me dhon territorin një shteti tjetër për gabimet e qeverisë aktuale. Do të thotë ka dhe do të ketë gjithmonë provat mjaftueshme me i bindë edhe deputet se tashmë këta kanë kry punën e vet. Tash ju takon deputetëve, edhe unë i përgëzoj deputetë opozitës se cilët për mua janë herojtë e vërtet që e kanë kundërshtuar këtë demarkacion, pavarësisht presioneve që ju kanë shkaktuar shefat e tyre. Se ata e kanë vetëm i rujt kullduçet. Kemi disa herë paralajmërime nga qeveria në fakt këtë muaj dhe gjatë prillit ka thënë kryeparlamentari dhe kryeministri që do të dërgohet në kuvend. Si vlerësoni këtë strategji? Ta veç po konsumojnë kohën, as gjë tjetër. As një vendim serioz kjo qeveri nuk më e merr në Parlamentin e Kosovës përderisa i ka shkaktuar kaq dome. Pisheni që skoron për një listë tjetër, po më i bojnë lema për marrëveshje ku kërkohen shumica dy fish parlamentare. Nuk besoj që këta do të më i bojnë gjë, edhe o ka shihet që kjo është stagnu Kosova në përgjithësi, jo vetëm në rasti demarkacionit, por asnjë veprim serioz në raport me qytetarët e Kosovës nuk ka ndodhur në Kosovë. Shikon në shëndetësinë, shikon në arsimin, këqyrni gjitha, do të zhvillimin ekonomik, këqyrni largimin e qytetarëve, a thu demarkacioni, ja u shkaktoi këto, nuk i lejoj këta me punu në arsim e në shëndetësi. Do të ka shumë probleme të cilat kanë stagnu si rezultati një qeverisje të për të keqe. Por, ju dhimbë se njuve si ligjvënës si të zgjedhur të popullit, që qytetarët po mbesin të izoluar nga kjo çështje, pasi është edhe njëri nga kushtet kryesore, siç kanë thënë antarët e Bashkimit Evropian. Sa ishin qytetarët e lirë para marrëveshjes për demarkaciona? Nuk kanë qenë. Por tashmë po thuhet qartë që nuk ka liberalizim pa demarkacion. Po demarkacion e jemi të gatshëm me bë demarkacion, po jo demarkacion ku japim 8800 hektar. Ne gjithmonë jemi të gatshëm, do të jemi të gatshëm. Edhe jemi sigurt që demarkimi me malin e zi do të kryhet shpejt, por jo me këta njerëz që kanë kriju këtë dëm. Edhe pyetja shumë e thjeshtë është, pse nuk e kemi kushte demarkacionin me Serbinë? Me Shqipërinë, ne jemi shteti pavarur, pavarësisht raporteve që i kemi me Shqipërinë, kupton e drejtë, domethënë, unë më shumë e shoh se ky kusht është vu pe qeveritarëve tanë për me zbut opozitën, e që në rastin konkret e kanë gabim, kanë bë pazar pa ungjin. Siç na e kemi kryer detyrën tonë si deputet, ne kemi ofruar provat mjaftueshme, kemi sensibilizuar opinionin që kjo marrëveshje është e dëmshme dhe mund mendoj që kjo marrëveshje në asnjë formë nuk do të kalon në kuvendin e Kosovës. Po që se do t'i kishin votat, ta kishin kryer pa na vet fare. Por nuk e kanë numrat, nuk do t'i kenë numrat sepse deputetët e Parlamentit të Kosovës, pavarësisht presioneve të mëjshme, ta nuk do të jenë prej manipulimit qeveritarëve. Ju e dini që tash secili deputet e ruan pak edhe kredibilitetin personal, sepse ai do të del prapë para opinionit publik, para popullit, do dalin zgjedhjet shumë shpejt. Edhe në rastin një deputet hek dorë pe një pjesë e territorit vet, do ta marrën përgjegjësinë. Fillimisht, vazhdimisht, po i dëgjoni krerët e dy partive më të mëdha ku prononcohen dhe deklarohen që formimi i këtij koalicioni pikërisht është bërë për vendime të mëdha që pritet i merr vendi. Dhe vendimet e mëdha pritet që PDK dhe LDK t'i merr. Dhe ashtu siç janë dakordu për të ecë përpara ato vendime,
besoj që do duhej moti të kryeshin detyrat të cilat dhe janë zotuese kanë kry, domethënë ata nuk janë bazuar në votën e opozitës, pasi që është koalicioni më i madh që nga pas lufta. Prandaj për dëshmimet e veta çdo herë fajtore është opozita. Dhe thoni, kjo është që në mungesë numrash të pushtetit, po zvaritet kjo dhe ju sheri i opozitës. Po ju e dini kërtojnë e numrave nga deputetë e mazhorancës, konkretisht i shefi i PDK-s, se sa është kjo numra. Po tash po shihet që jo një kohë të shkurt, po ka thuja se një vit më tepër që ku vendi ka problem që të mbajnë një seancë dhe të votohen në ligjet ku kërkohet 2/3 e deputetëve shumicë. Kjo nuk i intereson opozitës në këtë rast, por është përgjegjësi e dy partive më të mëdha në pushtet, të cilat e kanë për obligim të kryejnë për them prap detyrat të cilat janë zotuese dhe ata po thonë që ne jemi bë bashkë për t'i çuar disa vendime shumë të rëndësishme për vendin përpara. Gjë që ka ndodhur kundërta pikërisht vendimet të cilat i kanë marrë kjo qeveri, ky koalicion ka qenë tepër të dëmshme, duke përmend këto aktivimin e gjykatës speciale ku luftën e ushtrisë shqiptare përparazojnë me krimet të cilat i ka ushtruar Miloševići në Kosovë, të cilat edhe sot janë pasojat e asaj lufte shumë të freskëta. Prandaj e kemi në nënshkrimin e marrëveshjeve të 25 dhe 26 gushtit, një ndër to të cilat doli të jetë në kundërshtim me kushtetutën në 23 të saj. Prandaj, më thon pikërisht këta janë kriju, janë bashku për vendime jo të cilat do të jenë në të mirën e qytetarëve, po ka rezultuar të jenë në dëm të vetë shtetit, po edhe të mirëqenies së qytetarëve. Po zonja Bajrami, thirrjet e ndërkombëtarëve kemi nga Amerika, nga Bashkimi Evropian, kemi përfaqësues të ndryshëm ndërkombëtar të cilët thonë që ratifikoni demarkacionin, ndryshe nuk ka viza. Kjo ju bën ju si opozitë zhbllokoheni sadopak në qëndrimin e juaj sa i përket ratifikimit të kësaj marrëveshje? Po nuk është opozita që bllokon bërem. Opozita nuk krijon bllokada për demarkacionin. E ka pasur rasti Zoti Mustafa me 1 shtator, ku pikërisht ai i cili u zotu që ka me kry këtë marrëveshje e tërhoqi. Tashti, unë besoj që ndërkombëtarët e kanë gishtin e drejtuar tek pikërisht ata njerëz të cilët janë zotu dhe të cilët e kanë nënshkruar marrëveshjet, dhe besoj që ata janë të cilët janë duke bllokuese. Po ti kishin votat e deputetëve të tyre, shumë moti do t'i sillnin në kuvend dhe do ta ratifikonin. Po fatmirësisht marrëveshja për demarkacionin ka gjetë përkraje edhe përkraje për them në të mirën e vendit, ku kundërshtohet edhe nga deputetët e opozitës. Si e tillë momentalisht kjo marrëveshje nuk do të votohet nga opozita, duke i përfshirë edhe ju nisma për Kosovën tashmë qëndrimin e ka të qartë, po në rast se duhet ne ripërsërisim, derisa kjo marrëveshje nuk rishikohet nga pika zero, ne kemi po të njëjtin qëndrim. Nuk mund të ta japim votën pro për një marrëveshje cilën ekspertët e kanë cilësuar që e dëmton territorin e vendit. Prandaj vota jonë do të jetë kundër. Po se do nisma themi dokumentacion që e vërtetojnë se ka dhënje territorit malit e zi, nëse qeveria faktikisht po u kërkon që partitë opozitare ta sjellin dokumentacionin që kanë, që e vërtetojnë të kundërtën e asaj që ka thënë Komisioni Shtetëror. Jeni të gatshëm që të dorëzoni këto dokumentacione? Me 3 gusht që ka dokumentacionet janë dorëzuar sa për informat të Zotit Mustafa, mirë po ju e dini edhe Zotit Thaçi, Zoti Mustafa, veç që kanë prononcimet e tyre në fillim të asaj tryeze dhe janë largu pa i ndëgju asnjë nga ekspertët e opozitës. Prandaj bëjnë mirë që t'i kthehen ti marrin atje, i kanë pamjet, i kanë ngjizimet dhe i kanë gjitha dëshmitë të cilët ekspertët i kanë prezantuar. Prandaj nisma i ka gjitha dëshmitë prej ekspertëve të cilat ne kanë dhënë. Prandaj edhe Zoti Mustafa bën mirë që t'ia hedh në sy edhe një herë asaj tryezit të cilën e kemi pasur bashkë. Cili do të ishte qëndrimi i nismës? Po thuhet që këtë muaj do të dërgohet në kuvend. Nëse ndodh që të dërgohet të dalë në rendite, cili do të jetë kundërshtimi i nismës, natyrisht duke u mbështetur edhe nga parti tjera opozitare? Sinqerisht, Zoti Mustafa ka luajt që nga shtatori me këtë temë, po e sillin shtator, po e sillin tetor, një janar, mars, është bërë më shumë se një vit duke i ndruar ai datat dhe duke luajt me këtë çështje. Unë besoj dhe du mi u kërku falje gjithë qytetarëve në këtë rast për këtë sjellje të tyre ku për asnjë moment nuk e kanë marrë prioritet të mirën me shëndetësinë të cilën e kanë degraduar. Sistem shëndetësor nuk ka në Kosovë, foshnjat lindin nëpër korridore dhe askush nuk jep përgjegjësi.
Sistemi i arsimit e keni pasur në çfarë situatë është. E kishin PISA-n, pikërisht janë fajtor këta njerëz të cilët e kanë degraduar arsimin. Po flitet që zhvillimi ekonomik ka ecë përpara ose rritja e personave, e qytetarëve të cilët janë punësu është në ngritje. Si e konsiderojmë ne ngritje të punësisë duke i shpërngul, kisha me thënë, kuadrët tona jashtë, duke thënë se ashtu po mundë ja mundësu punësimin në jashtë vendit. Me thonë, ikja e kuadrave të thotë dopsimi shtetit, dopsimi shtyllave kryesore të shtetit. Prandaj është fatkeqësi që kjo qeveri me kaq numra për 3 vite tash bëhen në qershormë, që nuk ka pas dhe nuk ka leju që ne të miremi me gjana tjera, me ato të cilat e preokupojnë direkt qytetarin. Varfëria është duke u rritur çdo ditë më shumë. Me thonë, asnjëri prej tyre nuk e çon hallin. Po dalin pas 10 vjet në qeveri të bojnë dëgjime me qytetarët, thuja se qytetari ka për obligim të përmbush premtimet të cilat ata i kanë dhënë. Prandaj është një situatë shumë e rëndë dhe ne nuk shpresojmë që zoti Mustafa ta sjell demarkacionin në kuvend, por proceduralisht duhet të vinte në kuvend, sepse procedura është e tillë dhe do të jepet një verdikt për shkututje. Ne jemi për me sjell në kuvend dhe për me ia dhënë një vot kundër, pastaj për me fillu e gjithë procesin kapika zero dhe besoj që edhe pala malazezeve që ka dhënë miratimin për këtë çështje. Përveç opozitës është edhe një pjesë e deputetëve të pushtetit që po e kundërshtojnë demarkacionin. Po, zoti Bulliqi, ditë më parë mbajt Këshilli i përgjithshëm i LDK-s ku temi ishte demarkacioni dhe zgjedhjet. Por sa i përket demarkacionit tha që ka një unitet për ta votuar këtë marrëveshje. Jo dje që jeni kundër, a keni ndryshuar qëndrim pas kësaj mbledhje? Që është vërtet që atë ditë nuk ishte vetëm problematika e demarkacionit, ishte një temë ose një pikë e rëndë ditës që ishte lidhë liberalizimi i vizave dhe demarkacioni dhe ishte tema e parë që u diskutuar rreth para përgatitjeve që do të bëhen për zgjedhjet në nivel lokal. Sigurisht që ato u shprehen mendimet nga një numër i madh i anëtarëve të Këshillit Përgjithshëm, po sigurisht që ishte dëshira dhe një numër të madh të deputetëve të Kuvendit të Kosovës, të cilët nuk janë pjesë e Këshillit Përgjithshëm, ta thonë mendimin e tyre, edhe pse për fat keq një gjë e tillë nuk u mundsua për gjithë, për faktin që tema filloi të zgjerohet prej mase, edhe ishte një periudhë kohore që faktikisht kaluan më së 4 orë pune të Këshillit Përgjithshëm edhe ashtu një farë forme u dakordo që të mbyllet ajo farë teme, një farë forme u bon një deklarim formal, në cilin deklarim formal pjesa më e madhe anëtarëve të Këshillit Përgjithshëm në një farë forme u pajtun që ky proces shkohet në Kuvendin e Kosovës, e pastaj mbetet që Kuvendi i Kosovës të jap vendimin final, sepse në fundit ky proces duhet të zhvillohet në votimin që do të bëhet në Kuvendin e Kosovës. A i bie kjo që ju do ta votoni? Shiqo, ne edhe shumë herë deri tash e kemi përsëritë. Në fundit nuk ka shumë rëndësi në këtë moment që a do të votoj një deputet, në këtë rast une, apo nuk do të votoj. Une jam deklarue publikisht edhe qëndroj prapa asaj që jam deklaruar që demarkacioni është keq. Me që demarkacioni është keq, edhe nuk ka ekzistuar edhe sot e kësaj dite nuk po ekziston asnjë vullnet serioz për me zgjedh këtë çështje, atëherë unë mbetem prapa qëndrimit tim që një gjë që jam i vetëdijshëm që është keq, sigurisht që nuk kam asnjë obligim që ta votoj. Thirrjet e ndërkombëtarëve nuk ju bën që të ndryshoni qëndrim për ta votuar këtë marrëveshje apo insistoni që kjo të rishurtohet e tëra? Unë shpreh falënderimin e madh për ndërkombëtarët sepse ne e dimë gjithë që pa ndihmën e tyre ne nuk ishim marrë në këtë pikën sot ku jemi. Por megjithatë, nëse ne vlerësojmë edhe gjitha faktografitë edhe faktet na thonë të kundërtën që ka gabime në demarkimin e Kosovës me Malezi, unë nuk e di cila është arsyeja dhe pse nuk po i konvenon që të paktën të ulmin në tavolinë e diskutime edhe një herë me palën malazeze, të shtrojmë çdo probleme, edhe nëse vërtet këto mendojnë edhe mas këtij dialogu edhe mas saj ulen në tavolinë për me sqaruar gjitha këto probleme,
del që vërtet ne nuk po hupmi atëherë nuk është problem, po shkojmë proces votimit. Ne ju e dini që kemi hup 2 vite me këtë problematik dhe sot e tash 2 vite nuk ka asnjë vullnet nga asnjë institucion i vendit që të paktën na krijojnë kushte tulmin tavolinë e diskutimit edhe njerë me palën malazeze. Ta shtrojmë si problem, ta diskutojmë si problem. Po a jeni anashkalua në fakt nga kryetari i LDK-s Isa Mustafa për shkakun që nuk po e mbështesni demarkacionin? Si e ndjeni veten në lidhjen demokratike? Po shiqo, unë në lidhjen demokratike të Kosovës nuk jam për hatër të askujt. Në lidhjen demokratike të Kosovës kemi aksione, sepse jemi që 27 vite që kemi bo aktivitet në lidhjen demokratike të Kosovës. Prandaj nuk ka shumë rëndësia anashkalohemi nga ndokush apo jo. Derisa klasa politike të gjejë zgjidhje për ta përmbyllur çështjen e shumë përfolur demarkacionin, qytetarët vazhdojnë të presin e radhë të gjata para ambasadave në kërkim të lëvizjes së lirë në zonën Schengen.